Veturat e parkuara në vendin e parashikuar për personat me aftësi ndryshe, veturat e parkuara edhe në trotuare, e disa të tjerë sillen rreth rrotull duke pritur që dikush të lirojë një vend parkim tek sheshi Skënderbeu në Shkup. Për të gjetur një vend parkim tek sheshi Skënderbeu thuaj se është mision i pamundur, ndërsa me këtë situatë qytetarët përballen thuajse çdo ditë. Ovdje retko kako, jedino možda nedela da najdeš slobodno, ovdje nikako ne možeš. To je što je. Kako se zna ovdje, koja imate работа ovdje? Nikako, kruži, vrti, suči, nema kako. Moraš da kružiš, da čekaš nekoj da izleze ako izleze, a ljudi su uglavnom pa po rabota. Znači, parking, teško, mnogo teško. Zgjidhjen e këtij kaosi të parkimit, qytetarët e shohin vetëm tek ndërtimi i parkingjeve në kate. Teško je ovdje, teško. Teško se najde. Teško. Pa evo se ja od 20 sam parkirao. Što treba da se preuzme? Kat na garažu samo. Samo 20 park? Da, nema mjesto kajte na plante. Rënd është parkinget mushat vetë gjithmonë. Nuk ka vend, a? Nuk ka vend. Shumë herë nuk ka vend. Çfarë duhet, cila është zgjidhja? Zgjidhja parking të madh me kate ta bëj. E pikërisht për zgjidhjen e këtij kaosi me parkimin në sheshin Skënderbeu, ish zëvendës kryeministri i parë, tani kryetari i Çajirit Izet Mexhiti, pati premtuar projekt për 371 vende të reja për parkim të shpërndara në 2 nivele nëntoksore. Qeveria ka vendosur të ndajë 20 milion euro për financimin e projektit për ndërtimin e garazhit nëntoksor shumë katësh pranë sheshit Skënderbeu në Shkup. Ky projekt shumë vjeçar parashikon ndërtimin e 371 vendeve të reja për parkim të shpërndara në 2 nivele nëntoksore me një sipërfaqe totale prej më shumë se 13.000 metra katror. Dhe gjithashtu do të sigurohet një numër i përshtatshëm vendesh parkimi për personat me nevoja të veçanta. Tenderi për parkingun nëntoksor në sheshin Skënderbeu në Shkup u anulua për arsye teknike dhe mungesë dokumentacioni, por autoritetet atkohë njoftuan se do të rihapin procedurën pasi të përmirësohen dokumentet zyrtare, por deri tani nuk ka informatë zyrtare se në cilën fazë ndodhet aktualisht projekti i premtuar i parkingjeve në kate dhe 371 vendeve të reja të parkingjeve, i cili do të lehtësonte jetën e qytetarëve.